Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Pauzë. O i gjallë, o vigjilues, nga mëshira jote ndihmë kërkoj. Është lutja më e preferuar në të gjitha rastet, sepse me cilësinë gjallë përfshihen të gjitha cilësitë e tjera të absolutizmit hyjnor. Kurse me cilësinë e vigjiluesit përfshihen të gjitha cilësitë veprore. Ndaj dhe ky emër njihet si emri më i madh i Allahut, me të cilin kur thirret, ai i pranon lutjet. Mos u mërzit. Bashkëpuno me realitetin aktual. Nëse dëshiron dhe ke vullnet të fortë të arrish diçka në jetë, ajo do të nënshtrohet dhe do ta kesh. E nëse humb shpresat nga diçka, atë do ta humbësh realisht. E sikur të kënaqeshin me atë që u dha Allahu dhe i dërguari i tij, e të thonin: na mjafton Allahu. Allahu do të na furnizojë nga të mirat e tij, edhe i dërguari i tij. Dhe vetëm te Allahu e mbështesim dëshirën, do të ishte shumë më mirë për ta. Kam lexuar se një herë një njeri deshi të hidhej nga dritarja e shtëpisë, e në të kërcyer unaza që mbante në gisht i uzu në një gozhë të dritares dhe ja shkuli gishtin nga vendi. Njeriu mbeti me 4 gishta në njërën dorë dhe tha: s'mund ta besoj se në njërën dorë kam 4 gishta, përveç kur kujtoj atë që ndodhi, sepse ndihem mirë e punoj normalisht pa pengesa. Nga ana tjetër, unë jam i pajtuar me atë që më ka ngjarë. Ky është saktimi i Allahut dhe gjithçka ndodh me dëshirën e tij. Njoha një njeri që kishte humbur krahun e majt si pasojë e një sëmundjeje. Jetoi gjatë, u martua e i lindi shumë fëmijë. Drejtonte makinën pa pengesë dhe kryente punën e tij i qetë, sikur të kishte lindur me një krah. Në një hadith thuhet: pajtohu me atë që të është caktuar, do të jesh njeriu më i pasur. Sa shpejt ambientohemi me realitetin që na rrethon dhe i përshtatemi nivelit të jetesës ku jetojmë. Dikur jetonim në përshtëpi e vendbanime modeste, duke u shërbyer me mjete të thjeshta. Megjithatë u pajtuam dhe e jetuam atë realitet ashtu siç ishte. Prandaj dhe ishim të qetë të lumtur. Një herë në xhaminë e madhe të qytetit Kufe në Irak, kishte ngjarë një shpifje në mes 2 familjeve, sa që kishin ngritur shpatat kundër njëri tjetrit. Njëri nga xhamati i xhamisë doli në kërkim të një njeriu të mençur e të urtë, i cili do e qetësonte situatën e tensionuar. Ky ishte Ahnef Kajsi, burri thate i dobët fizikisht, i cili në momentin që e thirrën ishte duke mjelur delet e tij dhe kishte veshur një mushama që s'kushtonte më shumë se 10 dirhem. Kur e lajmëruan për shpifjen dhe zënkën në xhami, nuk u trondit as pak, sepse ishte mësuar të përjetonte raste të vështira në jetë. Në këtë rast tha: me lejen e Zotit do bëhet mirë, dhe filloi të hante iftarin. Në sofrën e tij nuk kishte veç një copë bukë të thatë, vaj, krip e një gotë ujë. Në fillim bëri bismillah dhe në fund e përfundoi ngrënien me elhamdulillah. Mbathi teshat, mori shkopin dhe doli para masës që grindej. Kur pan Ahnefin, të gjithë heshtën dhe i dëgjuan këshillat dhe fjalët e ëmbla që u tha. Sa që kur kërkoi të pajtoheshin e secili të shkonte në punë vet, ata e dëgjuan dhe nuk vazhduan më shpifjet me të cilat ishin kapluar. Nga ky tregim mund të marrim mësim me urtësi në shumë pika. Madhështia e urtia s'janë në pamjen e jashtme, dhe modestia e skamja s'janë mirim, ashtu siç nuk është lumturia te pasuria. E njeriu kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar, ja pakson furnizimin e varfron, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Vlera e njeriut është karakteri e morali i tij i lartë, e jo veshja apo pallati i tij.
Njeriu peshon dhe vlerësohet në bazë të diturisë, punës, nderit, bujarisë e urtësisë që posedon. Më i miri ndër ju te Allahu konsiderohet ai që është më i devotshëm. Prandaj mos të mahnis pasuria e tyre e as fëmijët e tyre. Mësoje veten ti dorëzohesh për caktimin e Allahut. Pra zgjidhja është: O Zot, ne pajtohemi me atë që ndave për ne dhe ty të jemi nështruar. Kudo që të jeni, vdekja do t'ju kapë, po edhe nëse jeni në pallatet fortifikuar. Ndër ditët më të vështira në jetën time ka qenë dita kur më lajmëroi mjeku se krahu i vëllait tim, Muhamedit, do të pritet. Megjithatë, më qetësoi ky ajet. Çfarëdo e keqe që ndodh, godet, nuk mund të jetë ndryshe, vetëm sipas caktimit të Allahut. E kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën. Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Po ti jep ju lajm të mirë durimtarve, të cilët kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: Te Allahut jemi dhe vetëm tek ai kthehemi. Këto ajete kuranore më qetësuan dhe më bën më të fortë. Elhansa e Nehijes në luftën e Kadisijes ju vran 4 bijtë e saj, megjithatë ajo falenderoi Allahun për zgjedhjen që u kishte lënë bijve të saj. Me këtë ajo meritoi shpërblimin e Allahut në këtë botë e në tjetrën, po sikur të kishte vepruar ndryshe, duke e kundërshtuar këtë gjendje dhe duke i humbur shpresat të Zoti i botëve, çdo të kishte fituar përveç pikëllimit dhe dënimit për mos pajtim me kadan dhe kaderin e Zotit. Në hadithin e pejgamberit thuhet: kush pajtohet me atë që i është caktuar, atij do t'i takojë kënaqësia. E kush refuzon atë që i është caktuar, atij do t'i takojë zëmërimi i madh. Pra duhet kuptuar se ilaçi i krizave dhe i sprovave është fjalia: Te Allahut jemi dhe atij do i kthehemi. Çdo gjë që është në tokë është e zhdukur, e përkohshme. Ti do t'jesh i vdekur, edhe ata do t'jenë të vdekur. Sikur të lajmërojnë se të është djegur shtëpia, ose të ka vdekur fëmia, ose të është shkatëruar pasuria, çfarë do të ndërmerrje? Tani e tutje, përgatit veten. S'të ndihmon ikja nga realiteti. Mësohu të përballosh caktimin e Zotit. Pajtohu me kadan dhe kaderin e tij, e pastaj prit shpërblimin e Zotit për gjithë këtë durim e pajtueshmëri. Po ka edhe zgjidhje tjetër, mirë po nuk ta rekomandoj atë. Ti mund të hidhërohesh, pikëllohesh e mos pajtohesh me atë që të ka ngjarë, por çfarë do të fitosh? Hidhërimin e Zotit, zëmërimin e njerëzve, humbjen e shpërblimit dhe më e rëndësishmja, ti nuk do ta kthesh të vdekurin, as shtëpinë e djegur e as pasurinë e shkatruar, sepse ngjarja ka ndodhur në të kaluarën dhe është çështje e kryer përfundimisht. Mos u dëshpëro, gjithçka do të marrë fund. Vdekja do t'i vijë çdo kujt. Shtypsit dhe të shtypurit, të fortit dhe të dobtit, të pasurit dhe të varfrit. Ti nuk je përjashtim në këtë dukuri natyrore. Para teje kanë vdekur njerëzit, edhe pas teje do të vdesin. Ibn Batuta tregon se diku në veri ishin varrosur 1000 mbretër, e mbi varret e tyre shkruhej: Mbretërit, pyet e dheun për ta dhe për kryetarët e tyre, të gjithë janë shndruar në eshtra. Pra habia qëndron në haresën e njeriut për këtë dukuri, që është e pranishme rreth tij nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në haresën e tij se ai nuk është i përhershëm në këtë botë dhe se nuk mund të shpëtojë nga përballja me vdekjen. Allahu thot: O njerëz,
Ruajuni nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës së Kiametit është llahtar i madh. Njerëzve ju është afruar koha e llogarisë së tyre, e ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të. Allahu tregon për popujt mizor që me mizorinë e tyre u shkatëruan. Sa shumë brezni kemi shkatëruar para tyre. Apo vren ndonjë prej tyre, ose apo dëgjon për shpëritjen e tyre. Depresioni është rruga që shpije në vuajtje. Gazeta El Muslimun, në numërin 240 viti 1990, jepte një raport ku tregoi se në botë ekzistojnë më shumë se 200 milion njerëz që vuajnë nga depresioni. Depresioni ka kapluar tërë njerëzimin. Këtu përjashtohen njerëzit e perëndimit apo të lindjes, e as të varfrit apo të pasurit, por kjo sëmundje i godet të gjithë dhe në shumë raste përfundimi i saj është vetvrasja. Vetvrasja s'njeh pozita apo shtete, mirë po friksohet nga besimtarët. Disa statistika tregojnë se sot në botë numri të smurëve me depresion arrin mbi 200 milion dhe se 1 ndër 10 persona në botë janë të prekur me këtë smundje. Rreziku i kësaj sëmundjeje është se nuk godet vetëm të moshuarit, por edhe foshnjën në barkun e nënës. Depresioni është dera e vetvrasjes. Në Kuranin fisnik thuhet: "Dhe mos e mbytni veten tuaj." Po ashtu thuhet: "Dhe mos e hidhni veten në rrezik." Sipas raporteve mjekësore që janë botuar, ish presidenti amerikan Ronald Reagan ishte viktime vuajtjes nga depresioni. Ai edhe në moshën 70 vjeçare ka pasur depresion dhe tension të lartë, me gjithë operacionet që ju bën. Kudo që të jeni, vdekja do ju kap, edhe në qofshi në pallate të fortifikuara. Po ashtu shkaku i vdekjes së poetit Salah Shahin ishte depresioni. Thuhet se Napoleon Bonaparte ishte në depresion të thellë para vdekjes. Allahu do vetëm t'i dënoj me torë në jetën e kësaj bote e t'u anxjerrë shpirtrat, duke qenë ashtu jo besimtar. Janë të shumta rastet kur depresioni njeriut rezulton edhe në dëm të tjerëve. Shembulli i nënës gjermane e cila vrau 3 fëmijët e saj nga se ishte depresive dhe duke dashur t'i rehatoi fëmijët e saj nga dhimbjet dhe përgjegjësia që kishte për ta, ajo i vrau të 3, e në fund edhe vetveten. Shifrat që jep Organizata Botërore e Shëndetësisë tregojnë rrezikun nga kjo sëmundje. Në vitin 1973, të sëmurët me depresion ishin vetëm 3%. Në vitin 1978 u rrit në 5%, ku thuaj se 1 në çdo 2 njerëz në Amerikë vuante nga depresioni. Kurse kryetari i konferencës mbi çrregullimet mendore që u mbajt në Chicago më 1981 deklaroi se 100 milion njerëz në botë vuajnë nga depresioni, shumica e tyre nga shtetet e përparuar. Ndërsa disa të dhëna të tjera tregojnë se në botë nga kjo sëmundje vuajnë më shumë se 200 milion njerëz. Dhe në Kuran thuhet: "A nuk e shohin ata se për çdo vit sprovohen 1 ose 2 herë, e përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim?" Një njeri i urtë thoshte: "Shndëro nga limoni pije të ëmbël." Një tjetër thotë: "Nuk është i aftë ai që i shton përfitimet e tija, por ai që humbjet i shndron në përfitime." Nëse s'mund të bësh diçka, ka përceje dhe kalon në atë që mundesh. Njerëzit shpesh thonë: "Mos e bluaj mielin." Allahu në librin e tij thotë: "Atëherë ju goditi me dëshpërim për dëshpërimin që i shkaktuat pejgamberit,
ashtu që të mos pikëlloni për atë që ju shpëtoi. Pra çështjet që i keni mbaruar dhe janë kalimtare, s'duhen përsëritur, sepse aty krijohet mërzia dhe dëshpërimi si dhe humbet koha. Ka shumë vende ku të papunët mund ta kalojnë kohën duke përfituar, si për shembull të bëjnë punë që janë në dobi të njerëzve, të ngushëllojnë të sëmurët, të vizitojnë varrezat, të kujdesen për xhamit dhe pastërtinë e tyre, të asistojnë në punët e shoqatave humanitare, të rregullojnë e zbukurojnë librarinë dhe shtëpinë e tyre, të merren me sport e të ndërmjetësojnë që e mira t'u arrijë nevojtarëve. Një poet thot: "Nuk kam parë si mirësia, shijen e ka të ëmbël dhe fytyrën shumë të bukur." Lexo historinë e do të vëresh vuajtjet e njerëzve dhe merr mësim prej saj.